Ditën e sotme Mikja dhe shoqja më e mirë e Kiarës që e konsiderojnë njëra tjetrën si motor gjaku ka shpërndarë një foto me mbishkrimin klubi i gocave ose ndryshe grupi i gocave Lunushi Sia Kiara dhe Lisa Lunushi luan me seancë sa herë që mama takohen. Me njëra tjetrën dhe si shoqet e ngushta ato takohen shpesh kujtojme se të dyja shoqet profesionin e kanë të njëjtë moderatore dhe të dyja kanë dy goca Lunushi është miqësuar shumë me Sian dhe ajo zbavitet sa herë luan me shoqen e saj Sian në ditën e sot me mami Sias na tregon rreth festës detaje shumë të bukura, një tortë gjigande me kate dhe me ngjyrën e përshtatur roze, tortë e vogël, një event i bukur me peceta me një mbishkrim interesant për të kërcyer mere tunde shkunde. Ndërsa detaj me i bukur, dhe dhurata me e veçante është fustani i Sias i bardhë dhe komplet i punuar me qëndisje dhe e gjitha është e bërë në mënyrë artizanale, qëndisje me dore ku shkruhet data e lindjes, muajit dhe viti, çdo gjë është kaq perfekt përveç kësaj Lisa ka publikuar një set fotografik profesional me familjen. I urojmë lumturinë e familje e jetët e gjatë vogelushës, qofshi për herë shoqet e ngushta me Kiarën. Ky urim vjen nga ne dhe nga kërkesa e disa nga ndjekësat tanë. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.